Ina, më thej që Kesi dhe Stelina e njerëzit më të afërt që ti ke në këtë program. Ma ndan dot me cilin prej tyre ndjen që ke një marrëdhënie më të afërt, që mund të flasësh më shumë, të ndash pak më shumë? Jo, me të dy njësoj. Është e njëjtë me të dy. Po pse se thirrë Stelinën atëherë? Sepse doja të shkoja në ambientet në praninë e një mashkulli. Po Stelina, më fal, nuk mund të shkoja me një femër dhe të pyesja, të roja, të nuk e di, se unë as nuk e di si funksionon. Po mund të shohë hajde me Stelinën, pra. Stelina në këtë rast, Stelina ti mendon hajde me Stelin, po të merrni shumë me mamin në Krisin përdore dhe të shkonim të pyesnim, po jo. Mirë, janë të komersh, po vëni se nuk e dini. Jam kurioze ta di, Stelina ti ndjen që Ina ka më shumë misi dhe afrimitet me ty apo me Kesin? Ne gjithmonë jemi të tre për një herë, nuk kam vënë re një diferencë. Jam munduar mos ta shoh këtë marrëdhënie me tendencë të keqe, realisht. Pra unë momentin që e kam zgjedhur ta ulën tavolinë bashkë me të dy, nuk e mendoj që mund të ketë akoma diçka të keqe. Okej, sepse kemi një pjesë të dytë. Marcela, këtë po them pra më bën përshtypje, çfarë nuk kuptoni nga fjalia jam, se po çudi tani. Stelina, të kuptoj unë. Okej, stop një sekond. Midis jush Ina, e kupton. Këtë pra po i them, se pikërisht Kesin. O Marcela, a dëgjon çfarë them unë apo e ke humbur? Deklarante. Po jo, mi vajzë nuk i kam pëlqyer të dashur. Jemi një pjesë po të doja që isha bërë sa përpjekje më tepër. Ju e keni parë sjelljen time, se çfarë kam bërë. Vedat. Te kur një femën i thot dikujt na u shtofshin burrat sikur ti, totalisht tregon se ka shumë ngjeshmëri për këtë njerëz, se janë edhe 10 tjerë në të cilën Ina. Ndjeshmërinë time emocionale ti ndaj Kesit, kur unë thash vetëm unë e pash me si të mirë dhe janë kamerat. Unë e pash me si të mirë dhe janë kamerat kur ti e vure krin të poshtë sikur kjo të ishte për ti ki moment. Pse nuk thua burrat si Krisi, se me thënë drejtën te Krisi është djalë shumë edukat. Po edhe moment shumë shumë i keq. Është një nga më edukatët. Unë e pash dhe janë kamerat të cilën e pam dhe ke smujtë me mua askush. Po pra, po a e ke menduar një herë se varja Stelinës? Po a e ke menduar një herë se si ndihet Krisi në momentin që dëgjon që ti për të disatën herë flet për Kesin dhe kur ta shohë këtë klip se një ditë patjetër Krisi do kenë mundësi fare mirë mund ta pyesim. Vazhdoj dota me Ge. Shumë mirë. Mendoj se ndoshta është momenti që unë të largohem pak nga ju dhe ju të qerconi me njëri tjetrin, se unë nuk e di as ju kisha futur në ato ujra. Nuk jam e qartë me ty, se ne të dyja më ke thërritur kur sa dalim nga programi që Ina nëse do të drekosh me ne hajde dhe unë me shumë dëshirë kam bërë shumë zemër. Patjetër, po. Edhe kam bërë shumë zemër dhe unë jemi bashkë në momentin që kam zgjedhur të ulem në tavolinë me ty. Në momentin që unë kam zgjedhur të ulem në tavolinë me ty, kam besuar kësaj gjëje, po që të marrësh Kesin si djalin e parë që të vjen në mendje, më duket shumë e çuditshme. Aq më tepër që ti e di që Kesi dhe Selina tashmë kanë një marrëdhënie. Patjetër se edhe unë respektoj të marrëdhënie në maksimum. Dhe duke marrë parasysh se sa janë sulmuar këta të dy, sa janë sulmuar këta të dy, ti zgjodhe që ta sillet këtu në studio të gjithë problemet dhe të jepi akses të gjithë këtu kush janë. Tregoj karakterin tim, nëse sillem kështu siç po sillem. Ju do e shihni, mbetet për të parë. Edhe një herë nëse nuk arrin, prandaj nuk arrin dot të kuptosh çfarë them unë, se flet sipër me dhe nuk më dëgjon dot, është e pamundur. Zgjodhe që këtë marrëdhënie që ti e mbron kaq shumë sa thua, ta sillesh dhe këtu në studio me një klip të tillë. Më vjen shumë keq sepse ti je konfuze me veten, jo me mua. Ti jam konfuze me veten, Ina, unë jam konfuze me ty, se jam e paqartë. Realisht jam e paqartë. Ti ajo që kur je me Kesin më thua Ina do vish? Po, Selina, e shoh që nga të gjithë personat këtu ti je ftohtë. Dhe nëse kemi marrëdhënie jemi në të dy. Dhe e kam vënë ju kuptoj më mirë sepse kam një problem shumë të madh, jam shumë empatike dhe nëse do isha në vendin tënd, patjetër do doja që dikush, meqense ke qenë dhe hyrje më tepër. Kur je ndier kështu, pse nuk e ke bërë një lloj distance, domethënë të më largoj ose jo, distancën unë kam bërë nga momenti që ka ndodhur ky klip, se nuk është mirë. Nga momenti që ka ndodhur ky klip, pasi kam marrë distancën time dhe kam dashur të shikoj. Nuk e pranoj në mënyrë absolute. Mi pra mirë, okay. Një shprehje nuk dëgjon si fjalë çaj them, është e pamundur. Ina, të rekomandoj shumë fort të dëgjosh pak më shumë, të dëgjosh dhe Stelinën në shqetësimet e saj, mos e merr gjithçka si sulm, se Stelina nuk po të sulmon. Stelina po thot, jam konfuze. Lëra atë vajzë në konfuzionin e saj. E di pse jam konfuze, se minimalisht kjo gjëja nuk duhet vinte këtu në studio, sepse i kthej akses të gjithë personave që janë këtu brenda dhe gjithë ato që do e shohin këtë jashtë, të mendojnë që Ina ka diçka, Kesi ka diçka dhe prishet kjo marrëdhënia. Pse nuk zgjodhe ti të bëje një koment më të mirë se kaq, por zgjodhe që akuzat e tua ti sillje këtu? Por fare mirë mundsoje koment për çfarë?
Selina, ne folëm, edhe kur ishte në makinë timore. A ti doje të ta sillja dhe shqetësimin tim të ta sillja në ato momente. Mendoj që ishe fare mirë mund po pra, pikërisht dalim ka ajo gjëja që unë thash, jam shumë empatike dhe unë mundova që në ato momente të mos të shtoja edhe një shqetësim tjetër. Ishte zgjedhja jote, more Kesi mua ka marrë në telefon, më ka sqaruar se cila ka qenë arsyeja që ai zgjodhi të vinte. Patjetër e ka bërë këtë gjë në mirë kuptim me mua. Unë isha shumë kurioze ta shikoja këtë takim. Unë kam pyetur Kesin a ke fol me Stelinën kur I kam thënë nëse mund të më shoqëronte dhe nuk më morë mua përpara, më thoi Estelina, a mund ta marr Kesin për në ato momente nuk e mendova gjatë. Prisni më një sekond, më ti gruaje, qetësome. Pastaj unë qetësome. A do hyj dhe njëri tjetër si për ne, se domethënë unë po arrit të çoj, do ta si fjali nga fillimi deri në fund. Hyn dhe ti tani edhe një sekond dhe ti tjetër, më një sekond. Kush je ti moderatori? Çka kemi mua? Po flet Kesi. Një sekond, më se ka I moral gjë. Për ty të s'ke lidhje fare në këtë. Çka kemi mua? Po mos soi pra. Këshill, jo kritik. Nuk mund t'i thuash askujt që të marrë leje ty për mua një. E para fare. Seriozisht e thua këtë gjë? Seriozisht e thua këtë gjë? Më ta mbaroj fjalinë më 1 minutë më do më Jo, nuk e për ta mbaruar këtë fjalë se kjo është absurde fare. Domethënë seriozisht e thua këtë gjë ti? Se unë atë gocën e kam ulur në tavolinë me ty. Kur ka ardhur këtu dhe ka thënë nuk ka përgjigje. Jo, s'ke për ta mbaruar, është absurde fare Kesi. Është absurde fare kjo gjë që po thua. Në rregull më. A ta mbarojmë fjalinë pastaj kundërshtove. Jo, s'ke për ta mbaruar. Është jashtë logjikës ajo gjë që po thua. Do më dëgjosh deri në fund vëlla. Nuk dua ta dëgjoj më. Mos do të dëgjosh mos fol më se na lodhe. Dhe ti dhe ajo, dër. A ke debat me atë? Sqaroja, ti ke debat me këtë sqaroj. Pse duhet rish të lodhe mund tu të gjë një sekond. Pse duhet ri të gjëm tu ti thush tjetrës kushdo qoftë, Ina, Dasina, Katerina, Marsiela, ku dëgjon ç'a janë, ti thush merr leje ti për burrin tim. Apo ti them ti tjetër, me leje ti për gruan time. Okej, si jo leje, ta komunikoj kjo më komunikoj herë me mua. Ata marr çik burrin ta, ç'a më qen dorë. Ka mundsi. Apo ti çaj me pyet një nga këta mua, a ti flas pak Stelinën. Nuk po flet me logjik. Po po flas me logjik. Ma di fjalën që nxjerr nga goja. Një sekond, sonë kam me ty më në situatën. Se nuk e normal me gjërat që po thua nga goja. Unë kam me ty me situatën, një sekond kuptosh. Të më thot dikush mua, të pyes për mua nuk pyet njeriu, të kët, jo ti, po as Zoti nuk më pyet dot. Ata nuk e dëgjoj fare. Kur shprehesh nga goja, të më pyesje mua për Kesin, nuk ka burrno, ne që të pyeta unë për Kesin. Dakor? Nga gjithë biseda që bëri Stelina me Inën, ty vetëm kjo të Jo, më kam shumë gjëra, po s'le njëri më fol më mirë. Më fal. Kam 20 minuta që vetëm gjë dhe nuk dua të ndërhyj për ta ndezur situatën. Vjen një pjesë, po se te gruaja djeg më nuk djeg Po se kesh interpretove. Sepse e tha shumë qartë. Gjën e gabuar kanë. Pra nëse ne jemi shoqe, ti dhe me qenë se jemi në ekran dhe e di që ja tha shumë bukur, ai veprimi i vogël që ajo bëri e solli situatën tuaj në këtë mënyrë që gjithëve na bëjnë të kemi dyshime dhe të vërtetojmë ca dyshime. Dhe ti I hakres kësaj, duke vërtetuar akoma dhe më shumë ato që ne mendojmë. Jo, Morio, nuk mendoj atë, mua më dogji fakti, një sekond më Aulona, se ka një logjik. Tha, më pyet, po ti je egoist. Nuk jam as egoist. Më fal. Aulona, të marrun ty në telefon, jo më se nuk ka një sekond. Vetë të them, të lutem, më duhet ndihma jote për diçka. Do ta merrte në telefon ta pyeste si do ndihesh, jo a do ma lësh Kesin. Pra, ka ndodhur kjo gjë. Aulona, më se jemi fëmijë kopshim ota shim Aulona mos i zbukur. Nuk po mbroj as Inën, më fal një sekond, nuk po mbroj as Inën, as Stelinën, të lutem. Dy shoqe Situata është e tillë, ne vajtëm për një qëllim, pse nuk gjykoj njëri qëllimin më që vajtëm? Bravo më që u gjende, një vajzë, mund kishte marrë dhe Marsiela, do isha përgjigj me shqefin më të madh. Sepse historiku juaj është situata e ngatruar më. Aulona, për tjetër është që aksidentuar rënd. Do shkoje ti, apse ti edhe ky bad boy që merr vesh. Jo, më s'ka lidhje, ti kam kaluar shumë herë në jetën time, Aulona, dhe di shumë përgjigje. Nuk e di unë që ti ke kaluar shumë. Po pse duhet ta dish ti? Apo kushdo tjetër? Po ku e di unë për Dina, Ina mori telefon për ndihmë. Nëse kishe dëgjuar pak më mirë, unë thash nga ana Kesit nuk kam asgjë se e kam sqaruar. Ti vjen këtu edhe I merr fjalën mrash, po nuk e di çka ke dëgjuar deri tani. Nuk dua të dëgjoj më asnjë fjalë, naturalisht nuk dua të dëgjoj më asnjë fjalë. Jo, nuk dua. Mos dëgjoni më mbylli veshët që gjithkush s'do me më dëgjua vëlla. Kur më pyetet mua ç'a do flasësh, s'doni me më dëgju. Ç'a jeni këtu, veni tapa në vesh. Ashtu do bëj. Nga ky moment shumë e thjeshtë do bëj. Kish qetësova kam seriozisht.
Ti duhet kuptosh Kesi që këtu nuk bëhet fjalë për dyshimin që mund të ketë Aulona apo konkurrentët. Shqetësimin dhe konfuzionin e ka Stelina, që është e dashura jota. Stelina është e dashura ime, por Qarimet ja detyron Stelinës. Më fal, një sekond. Nëse ti do që kjo gjë të trajtohet si një heroizëm, djali që po shkon të shoqërojë një vajzë, jam shumë dakord, ti je kavalier, shkon të shoqëron, e besoj pra të kuptoj. Stelina e ka dyshimin. Po qa dyshimi mund të ketë në përsi gjithë botës, në si të gjithë botës, unë kam kërkuar me shpirë, dhe ti e di, të ludem o me, ti e di shumë mirë, që unë në sy të gjithë botës të kam kërkuar, nuk e dëgjoj fare, unë në sy të gjithë botës kam kërkuar deklarimin me Stelinën dhe dal vetëm me atë, po nuk e dëgjoj more se kur s'dëgjon argumentet e mia, nuk e dëgjoj, jo Stelinë pa asnjëri. Se s'to dëgjohet më askush. Po mos të dëgjohet nuk e duan për ajo të kupton qëllimin e deklarimit që unë vi këtu komunikoj me ty për të bërë një deklarim dhe hedh hinca apo teori koti për diçka që kur ne dalim të tre, drekojmë të tre, flasim të tre për i shqetësim që është tu brenda, a kupton, nuk ka morale, nuk ka logjik më ta sulmosh atë gjë. Po pra, dhe pra ne po të them, nuk e ke dëgjuar gjën se thash unë me Kesin e kam sqaruar gjithë situatën dhe po të bëj një pyetje shumë konkrete. Nëse vi me Krisin se kam nevojë për një mashkull të më shoqëroj, si ndihesh? Ore sill më jo Krisin, po dhe të gjithë ta merri, do mbëhet qefi, se them, merrën shok, merrën njerëz. Nuk e dini se janë ca morale që nuk i dini, janë ca rregulla. Ore më kthe përgjigjen e pyetjes më. Po ta kthejmë, do më bëj qefi të vijë. Do më bëj qefi të vish dhe me 30 veta. Se të paktën, kur jam aty brenda, them që kam dikë që kujdeset për mua. Nuk je nga ato ti që do e merre kaq mirë të gjë. Më fal, ju keni përjetuar situata të tilla në jetë? Jo, nuk mund të jepni mend apo të jepni fakte për atë lloj gjëje. Është shumë e thjeshtë. Ina, ti se që se ke problem nëse Stelina do... Nuk do të shkiri dyshimin dhe marrëdhënia që kemi të tre, mëse nuk ka logjik, më shpirt. Për të disatën herë, ke disa reagime që si janë normale, mendoj që ke nevojë të qetësohesh pak. Po se ti ma acaron mëse kur hedh dyshime, mua. Jo, unë te ty nuk isha asnjë dyshim. Edhe thua që Kesi duhet mori lekë, unë më pyesni mua për Kesin. Jo, më zemra, unë nuk thash Kesi duhet marrë lekë, unë dhe Asinës nuk i thash që duhet marrë lekë. A shu i thema? Jo. Se s'më the mua ta marrë pa Kesin. Dëgjoj kur dalin transmetim. Se s'më the mua ta marrë pa Kesin. Dëgjoj kur dalin transmetim dhe unë nuk kam asgjë për të thënë ty. Nuk kam asgjë, mendoj që ke nevojë për pak distancë, marrësh pak qetësosh pak veten. Ore, s'kam nevojë për distancë, do distancën po e kërkon ti jo unë. Jo, distancën e kërkon ti zemra me këto reagimet që bën se janë normale. E kupton? Ti ke një problem. Një gjë që është kod i vajzave. Ore, nuk ka kod vajzave. Ti me shokët e tu, edhe me çfarë çunash ke aty, ti e ke kodin tënd, ti merresh vesh me ata. Ti llogari kërkon atyre. Stelina ka kodin e saj, me njërin apo me secilën nga vajzat që kanë marrëdhënien e vet. Jo, e di solidaritet vajzash. Nëse Ina e pret, Stelina e pret këtë gjë nga Ina ka të drejtën e saj. Kesi ka thënë Krisit, më vjen shumë mirë se si ke reaguar me Stelinën e tërhiqur momenti që e ke parë. Bravo, si mund ke më dyshim. Po Ina, pse nuk tërhiqet kjo gjëja? Se kjo gjëja le hapësirë. Stelina, për çfarë nuk po tërhiqem unë? Le hapësirë mo Ina për të diskutuar. E shen çfarë situatë ndodhemi këtu. A e shenë në çfarë situatë ndodhemi këtu? A do isha ndjerun keq dhe ta shpirë, nuk është situatë. Jo, nuk të pyeta ty fare, se ti përderisa ke menduar bash Kesin, patjetër nuk do ndihesh se siklet. Jo, se ke gjithmonë të fleci për meje. Patjetër që ti nuk do ndihesh Kesin, në moment që ti ke marr Kesin dhe e ke menduar si një gjë totalisht normale, nuk do ndihesh keq nëse unë do merra Krisin. Unë personalisht nuk do e bëja. Një as për ty, se jam ulur në tavolinë me ty edhe kam pak respekt dhe aq më tepër për atë personin që unë i kam dalë para gjithë Shqipërisë dhe e kam mbrojtur me mishë me shpirt të marrëdhënie. Dhe për këtë mua vjen keq. Si? Ke pak respekt. Respekt. Kam mjaftuar Mina se thash të kam afruar në momentin që e kam parë që ke ardhur mbrapa dhe shumica e studios. Ja, nëse ti do kishe marrë Krisin dhe do kishe shkuar për të takuar Kesin, unë nuk do isha bërë xheloze fare në asnjë lloj mënyre, sepse ti dhe Krisi nuk patë kurrë një histori, siç unë nuk ja dash aksesin. Sepse nuk ja dash aksesin. Asu nuk ja kam dhënë shansin asaj. Nuk jam çuar nga karrige, u çuan 20 burra të tjerë në këmbë në shpirt. Po je çuar. Është ofendim ndaj asaj. Dhe unë qëndrova prapë me ty. Je çuar ke mbrojtur Inën këtu në mes të studios. Ina nuk e kupton se doni të më përballë. Marsiela, një sekondë më fal. Po ke Marsiela që e mbrojta. Po te Katerina që e ka mbrojtur. Po ke të gjithë gjërat më. Okej, si mbron të gjitha përveç të dashurës tënde. Të dashurën time ta thot. Ato vlla çdo shqetësim që thot ti nuk ja njeh ku do vjesh. Të dashurën time, të dashurën nuk po mbrojinën. Jo, unë po zje me fjalë e gruas time. Të dashurës time nuk njëri me humor me të, a kupton sepse ka një tërmet që elçon ajo, vjen edhe një stui këtu mbrapa që ça gjithë stu. A ta mbaroj fjalin?
Është tërmeti asaj dhe vini studi që e qanë gjithë studion pastaj. Kur bëhet fjalë për të ngacmuar Stelinën kushdo, brenda apo jashtë. Stelina është e shqetësuar me mua, por mënyra si shprehet. Jam e shqetësuar pas reagimit. Ore çfarë reagime kur ne të dy diskutojmë? Unë vazhdoj Stelina, për të nuk disa mund të të herë thuash jo ti, po ta thot Kesi. Nga ana Kesit nuk kam asnjë dyshim, ndërkohë që ka shumë njerëz që thonë shiko se ti duhet kesh dyshime etj. Unë vazhdoj të dal budallaqe këtu në këtë studio dhe ai bën atë reagim. Budallaqe më shpirt. Të thuash ti më një sekondë, si do të do pyesësh ti të dyre pyesni mua Pierre për me thonë se problem që është midis meje dhe Kesit tani. Unë kaluar unë dua të jem arsyeja në mes. A ka mundësi dua të jem arsyeja që ju të dy të ziheni Selina? Mos ta kishe marrë telefon. Se jetë ngjyra të shëmtuara me zorë më shpirt. Dua të shkojmë pak tek pjesa e dytë. Jo dhe ti më që thua më pyesni mua për Kesin. Jo, nuk kam thënë ashtu, po them një herë, shikoj kur dali transmetimi se ndoshta ke nevojë, pra ne po them, ke nevojë për pak distancë, po qetësohesh, fillosh. Mos do të bësh për deklarimin, nuk e di se çfarë problemi ke. Fjalë vë këtu tënde. Mendoj pak gjërat kur nxjerr nga goja, ke nevojë të mendosh pak më shumë. A çfarë nuk pëlqeu deklarimi po flet tani? Ke thënë, si? Qa po flet tani për deklarimin? Jo, po flas, më duket shumë i çuditshëm. Më duket shumë i çuditshëm reagimi jote. Qa po dukesh i çuditshëm? Thush ti mu do më pyesni mu për Kesin. Po s'njoh as ty as njeri më. Me mëson njëri me pyet mu për Kesin. Nuk pyetet njeri, a zoti, nuk gruaja ime për Kesin. Po bie kontradikt me veten tënde. Po s'kush, ti thuash ti Hinës, Ibrahimit, Rindit e kujdo tjetër, do më pyesni mu për Kesin, a si shprehesh ti aq bukur, nuk ka lindur ai njeri dhe nuk lind. Të ftoj ta shohësh transmetimin kur të dali edhe ndoshta do kesh nevojë. Po të mësosh ti se si të shprehem, se je kështu orator i madh dhe ke bëj të gjitha tash është parë nuk dua të dëgjoj më. Po se shtymë këtë bisedë realisht do përfundoj kemi pak pjesën e dytë të themi, pjesën e dytë. Jeni më të kujdesshëm çan nxjerrin nga goja se s'jam fëmijën as lec, as kone me marr për dorë njëri. Dua di vetëm që është mirë, është në kushte të mira. Ka ngrënë edhe se dhe i presim, nuk di që të tëmë. Të rikëshe që të su pak dhe informacioni që morëm aty gjithë. Gjithë përkujdesin e kishte marrë, mjekimin, ilaçe, çfarë i duheshin ushqime, familjarët i kishin shkuar. Kuptoj që çik situatë e rëndë, po edhe ti duhet nuk që të su pak. Do përpiqem. U mërzita. Unë ajo stresi që mund të kalosh. Të thashë, vetëm e gjithë që duhet me botanisht, gjesh mënyrën të kontaktosh me një nga ato të afërmit që keni, të marrësh veç më shumë informacione që ti qetësohesh. Pastaj kalojmë tek ajo tema e dyshimit. Atë dua shumë ta diskutoj, po. Ajo është tema e dytë. Po e lë për momentin se ndoshta nuk është ashtu siç duket. E përshtatshme. Siç mund të jetë gjithmonë që asnjë është. Jo, nuk thash, thjesht nuk është e përshtatshme për ta diskutuar për momentin. Dyshimet vazhdoj të kem. Që të ndryshoj pak atmosferën. Si po shkon me Stelinën? Shumë vjen. Dukeni më të afruar tani, ishe shuat ato mos marrëveshjet. Kishim vërtet ca mos marrëveshje, ca probleme, po tani kemi qartësuar, shpejtësojmë të vërtet. Edhe deklarimin e bëna nga shpirti, vetëm për t'i treguar Stelinës rreth parë dhe gjithë botës që me vërtet e dua shumë dhe jam vetëm atë. Jam përkushtuar vetëm ka ajo. Edhe ajo dashuri pa sherrë nuk ka. Edhe ajo duket shumë e dhënë, pavarësisht se përpiqet e pasere të duket si më e tërhequr, më e ftohtë kështu. Thellë Stelina është me brisht, unë e kam kuptuar. Unë mendoj që edhe ti që her pas here i hedh pak benzinë zjarrit, duke njohur pak karakterin tënd kështu. Shumë s'e di, më duket shumë kokfort. Edhe reagimet e Stelinës deri diku kanë qenë të... Jo, kanë qenë me vënd. Jo, gjithmonë. Arsyetuara. Gjithmonë kanë qenë me vënd. Te kalon e Ermasën, po më the kokfort, po ne në marrëdhënie kemi diçka që ne jemi të dy shumë kokfort. E kam vënë re, prandaj keni gjithmonë këto përplasjet mes jush, sepse është pak përplasje karakteresh, egoje, territori, për t'i treguar tjetrit. I know that feeling. Të dy dhe ja kusim gjithë. Kush ullet i pari? Tregoje. Unë me thënë drejt. Edhe Stelina, ja shmasë shumë, po. Shiko, nuk mund ta them unë. Kush më shumë Kesi? Kush më shumë? Tani ti ke bërë gabime, me thënë drejtën. Ti e zën matë.
Ti ke dhënë ato justifikimet e tua? Nuk jam zënë matë, kanë qenë dyshime, hipoteze. Dyshime. Jo, se është fjallë e keqe. Ke qenë i dyshuari. I dyshuari, po. Gjithmonë qenë i dyshuari se duan të më përdorin. Dhe problemi është këtu që qa faj ka mund. Ti gjithmonë deli pastër në fund. Po se jam i pastër, nuk është se dal, jam shumë i pastër. E rëndësishme është të besoj Stelina. Është limiti kështu, arrim të dy majën e nervave dhe fillojmë ullin të dy njëri tjetër. Sa vërtet njërë, pa vërtet tjetër, dhe se ull tjetër. E kemi këtë, jemi në nivel të barabartë në kuptimin e kësaj egoizmit apo ulljes nervave. Jeni ka të temperamentet njëjta, prandaj keni këto përplasje dhe mendoj se do i keni gjithmonë. Me i mashkullit është pak problem kjo, se qa plani kemi në horizont pas deklarimit, qa do të presin tjetër? Nuk e di, nuk jam tip që i shpreh domethënë ato mendimet apo gjëra që kam s'para bëj plane, me drejtën, me bën gjë si e ndjej. E ndjeva për ta bërë bëra, nuk i mendoj shumë gjëra. Dhe një mashkull i Zotit dhe javë të bën këtë dhe që ka besim në vete. Edhe kes, do të t'jepja dhe unë një këshill kështu shumë ndesha mirëse. Mundohu qoftë për të mirën tënde, edhe që mos të dalësh nga vetja se ti e di me çfarë lloj karakteresh përballemi ne aty, se edhe unë pak a shumë përpiqem ta ruaj qetësinë, po në thelb jam gjak nxehtë. Edhe të njëjtën gjë kam parë edhe te ti, duhet përpiqemi të reagoj më pak edhe në situata që vlen për të bërtitur. Do përpiqem as më as shumë për këtë mënyrën e shprehurit që shparthej, ta frenoj pak, po është në natyrën time që përpiqem t'i mbroj gjithmonë njerëz apo t'i gjendem pranë të gjitha gocave, ja kam bërë ty Marsielës ka. Dhe nuk do të pa reaguar kundrejt padrejtësive, se e kam kuptuar. Sa kam pas në një situatë që jam vendosur me keqdashje, prapë kam reaguar, kam në natyrë, nuk është se beka stile. Nëse aty do t'i përbëm një këshill. Si që më the mua që t'jem me kujdesshëm, nuk ka rapë me gocat, duhet t'jesh dhe vetë më e kujdesshme me nervat, dhe mënyrën si shprehesh, sidomos aty në studio. Nuk i ka një femre, kush do tjetë. E ishte shumë kënaqësi për sot. Do flasim, do të njoftoj në rast se do marrë vesh diçka në lidhje me situatën e krisit. Patjetër, për çfarë të kesh nevojë më thuaj, nëse mundemi të të suportojmë diçka. Thank you. Ty apo krisin, patjetër na ke kërkuar. Përpara se të vazhdojmë me komentet e pjesës së dytë të takimit, kam për të bërë një anoncim. Për ju që kërkoni një dhuratë të veçantë, Home Store është zgjedhja ideale. Dyqani online ku do të gjeni bijuteri, parfume dhe ora të cilësisë më të lartë. Me një larmishmëri produktesh për vajzat e djem, Home Store ofron bijuteri unike që shkëlqejnë kudo, parfume me esenca origjinale që zgjasin mbi 24 orë dhe pasqyrojnë personalitetin tuaj unik. Në Home Store gjeni luks me çmime të arsyeshme sepse e bukura s'ka pse të shtrenjtë. Posta është falas në të gjithë Shqipërinë dhe porosia ju vjen për vetëm 24 orë. Porositë dërgohen në të gjithë botën. Bëni porosinë tuaj tani në Instagram ose WhatsApp Home Store. Ina, i thua Kesit që ka bërë gabime. Më liston do të disa prej tyre? Po, Megi, edhe këtë gjë doja edhe ta thoja. Unë mendoj se arsyeja e kësaj, nuk e di nëse është krizë, përçarje, mos marrëveshje, mos kuptim, keq kuptim, quajeni si doni mes Kesit dhe Selinës, po unë jam e sigurt që arsyeja nuk jam unë. I ka rrënjët pak më të thella, ndoshta që prej nisjes së parë dhe zënkës së parë të tyre që lidhet me historinë e Dërmiut, që ishte parë dhe u dyshua mos kishte të bënte në një lidhje me Loredanën, më pas historia e Sarandës, që e të shtoj tensionin mes tyre. Edhe pak Selina, unë e kam kuptuar, ja kam thënë edhe Kesit, se jam shumë e pastër në këtë histori, më beso, që i kam thënë, Selina është shumë e dhënë atë marrëdhënie dhe bën si e ftohtë, po në fakt është shumë e përfshirë dhe është shumë tip emocional. Pavarësisht se nuk e shpreh. Dhe ndoshta gjitha këto pasiguri të bëra bashkë me dashurinë e madhe që ajo ka për të, e konfuzojnë dhe unë prapë e kuptoj. Nuk i vë faj. Unë nuk do reagoj ashtu, se unë kam karakter dhe temperament tjetër, me thënë të drejtën. Jam natyrë tjetër. Ti ke temperament të gjashtë me atë të Kesit. Po, jam pak më e ftohtë. Por e kuptoj Stelinën plotësisht, kështu që është e drejta e saj ndoshta të bëj dhe këto lloj reagimesh. Unë kaq kisha për të thënë. Kaq dua unë të them dhe mendoj se nuk ka nevojë të shtoj. Stelina,
Të qartësoj pjesa, edhe ndihem e mërzitur Megi. Kam dëgjuar shumë pak Megi. Shumë pak e kam dëgjuar, nuk e kam pasur dëshirën fare ta dëgjoj më. Nuk kam asnjë koment. Po për këtë diskutim që bëri tani Ina? Asnjë koment. Selina, do më thuash pak si ndihesh? E di që është e vështirë të u bëhet disa ta herë. Jo, nuk kam dëshirë fare të flas, mendoj që i tregoj mjaftueshëm me reagimet e mia. Nuk kam më çfarë të flas, mendoj që kam thënë shumë. Me fjalë, me veprime kam thënë shumë. Po dua të kuptoj çfarë të pres tani nga ty. Nuk dua të marrësh një vendim, por dua vërtet të di se si ndihesh. E di dhe e vendos veten shumë shpesh në pozicionin tënd, edhe kur jam në studio, edhe kur e shoh programin jashtë kësaj studioja. Nuk e di se si do shkoj. Ta shohim. Vion të jesh konfuze njësoj? Kam nevojë për pak kohë të kuptoj se si ndihem. Ina, ti thua Kesit që gjithmonë del i larë nga meselet e veta. Çfarë do thot kjo? Ja thash sepse për te çdo gjë që ka ndodhur, është kaluar edhe Selina ka vazhduar të jetë me Kesin. Se gjithmonë Kesi ka qenë ai që ka qenë i akuzuari, le të themi. Po sot doli i larë apo doli zbuluar? Unë nuk kam asnjë lloj komenti, unë i dash serimet e mia. Jo, nuk flas në marrëdhënie me ty. Flas në mënyrën si e përballoj. Unë ja thash Kesit edhe në insert. Kesi është gjak nxehtë. Edhe reagon ndoshta më shumë se ç'duhet, sikurse edhe unë e bëj këtë. Është gabim. Unë mendoj se ai ka ndjenja për Selinën. Edhe thjesht e bëri sepse unë ndjej fyer ndoshta, edhe nuk e priste që ajo ta mirëkuptonte siç e ka mirëkuptuar në situatat e tjera. Kur ka qenë akoma edhe më të rënda, mendoj unë, se kaq. Sepse ajo nuk pa asnjë pamje, asnjë reagim timin, asnjë prekje, asnjë lloj afrimiteti më shumë se ç'duhet. Nuk e di. Por ka një problem vetë, se cili ka mendimin e tij. Nuk jam kërkueshit të fjalët e mia dhe nuk arrin me i kuptu fjalët e mia. Se unë thash, unë me Kesin nuk kam asnjë problem. Gjithë konfuzitetin tim e kam lidhur me Inën. Dhe problemin unë me Kesin e pata në moment që reagoj në atë formë. Do të thonë, a ka një problem? A më dëgjoni ju të pak nëse nuk kam nevojë të flas më me ty, nuk dua të flas më me ty. Kesi, nuk dua të flas goja madhe shumë mirë. Siç e masin gjithë tu e madh dhe ti para me, okay? Nuk dua të flasësh më asgjë. Kujdes kur elçoni. Nuk jam kone. Me mua nuk flet dot kështu më. Boll. Mos fol, çdo me fol. Ti Kesi se po të çesh fare që nuk do të flas më. Vazhdo ti. Nuk të mbaj unë me zor o shoqe. Jo, as unë nuk të mbaj me zor, vazhdo. Më lodh nervat. Edhe ti mua. Po ke dyshime, vazhdo shpreh, mos më lodh më mbaj për brenda dhe i shpërthen. Reagimet e tua. Reagimet e mia janë shumë të pastra. Po ta them edhe një herë. Atë fjali që nxorre nga goja ose artikuloje siç duhet, ose mos e nxjerr. Kesi do të të bëj një nder sepse nxitohesh gjithmonë, më sot të tërhiqesh siç po nuk tërhiqem asnjëherë, Omega, nuk bëj mrap, gabim kem, do i shkoj deri në fund. Nxitohesh dhe pendohesh në fund, të lutem. Nuk jam penduar asnjëherë dhe s'pendohem kurrë. Gabim le të jem. Tërhiqu tani, kur e sheh që Selina është po për atë zot nuk ka burr nënë me të rrish më mrap. Nuk ka shans. Jo, nuk ka shanse. Nuk ndroj. Se më do ndrojnë karakter. Por nuk du luft e kam unë. Edhe marrëdhënien time, qofse do luft, ma ofron formë lufte, 10 fishe merr luftë. Ma ofrove dashuri, ta jap 100 herë dashuri. Okej, se po nuk është garë, okej, se kush vërtet më shumë, kush del fituar, po lëre më një herë, është mërzitur. Nuk lë më njëri më. Jo për emisione, mund të marr pak kohë të qetësohem se realisht nuk e dëgjoj dot më bezdis zëri. Po dile ai qetëso. Esi, a e kupton se sa manipulatorje? Ore, nuk jam manipulator, mua ajo fjalë më dogji. Të gjithë këtu po ta thënë nuk e tha ashtu dhe ti i manipulon fjalët e Selinës siç bën shpesh herë që të dalësh ti piktim. Në 40 minuta debat e kisha të mbyllur. Gjë, nuk i tha, më pyet mua se marr unë vendimet për Kesin. E manipulon ti. Ajo tha si shoqja shoqen. Se nuk më pyet ti mua për Kesin. Se nuk më more në telefon.
Vetëm nuk më më pyetje për Kesin. Kesin, në rast se kishte folë me Selinën, Nuk tha unë me për bëra të Kesin, time, se nuk më more të më pyesësh mua. Për Kesin. Sepse E kam ti vetëm mendon mesazh, që Madje, Selina kur e kam nuk pyetur, është më një ai e ke individ pyet më Selinën? vete. Ti mendon që Selina tashmë është bishti Kesit dhe kur nuk futet Kesi. Po, bishti Kesit. Nga mbrapa. Dhe kur nuk të përmend njeri, ti fut emrin tënd. Ajo nuk tha Kesi. Nuk marr asnjë njeriu këtë jetë. Nuk jam un kalama, nuk jam as leck që të marr një femër dhe ta mbaj për bisht. Jo. Unë atë e kam zgjedhur për partnere. Jo, Ulona. Dhe partnerja ime nuk thot dot. Në këtë jetë sa jam unë, nuk thot do të më pyesni mua për Kesin. Sa unë nuk e them kurrë për partneren time, se unë se kam orendi, dhe unë ndjem si një orendi, si një cop vazo. Me mua nuk më manipulon pyesni mua për Kesin. Ato e manipulon edhe e bën për të qartë, siç doli. Mua dhe gjitha. Unë nuk jam vazo me më marr me vetë as. E dëgjuam si e tha, nuk tha të më pyesësh mua për Kesin. Po, ishin fjala asaj nga goja. Duhet të më kishe pyetur mua, tha kur për Kesin, tha nga mbrapa? Duhet të më kishe pyetur mua. Po, si ndiem unë, si mendoj unë në lidhje me këtë situatë. Po, Selina nuk është kujtestarja e Kesit. Jo, Selina e pyeta, a e di Selina për të? Më tha po, dhe e kam me mesazh. Dhe do doja që t'ishte Selina këtu që ti prap tani, po i hedh me unë mendoja se nuk jam unë arsye, ja thjesht e di si është Marina Kesi? A ndihesh keq ta bëj atë lloj veprimi? Selina Shkret është detyruar të bëj shoqe këtë vajzën që nuk do fare ta ketë shoqe, po siç është shpreha armikun mbaj afër, armiku mbaj dhe më afër. Dhe prandaj janë shoqe këto të dyja nga halli. Fa, jem është në kjo. Ndërsa ti nuk e shoh as Ibrahimin, as Krisin. Në momentin që kam ardhur këtu, unë s'kam ardhur për të bërë shok. Ja kam thënë të gjitha çunave. Sepse s'ke qenë detyruar. Nuk jemi bërë bashkë këtu. Se Selina ta ka dhënë gjithë sigurinë e botës. Që ditën e parë këtij djalit ta kam thënë nuk jemi për shok. Që ditën e parë këtu për shok. Dhe të gjithë unë s'kam ardhur me bashkë shok. Pse i bëre shoqë atë? Mor të lutem. Atë pse i bëre shoqe? Kam ardhur të gjej një femër që e desha, e gjeta. Po pse nuk e respekton? Ata mbaroj më, kush nuk e respektoj, unë atë mbaj këtu. Grizard me vajzat. Po ça do mbaron se ngele tu folë burr, gjithë nuk flet burri kaq shumë Ti burr. ajo që je gjithmonë. Femrat flasin shumë, ti s'pushon burr. Nuk të lë radhë mos se nuk e meritoni. Kesi mos bërti, Kesi. Respektoje. Se si e respektoj. Jo vetëm ego. Se si e respektojnë femrën time e diun që i bëj deklarimin. E dim gjithë, e kam parë gjithë. Dhe s'boj mrapsh. Nuk ke një tak, nuk ke një Nuk kam tak. Nuk kam tak. Nuk ke një buci kur i flet femrës. Nuk mund t'jesh e vërtet Do ta tregoj ty se çfarë buci e kam unë me partneren time, as kujt tjetër ja tregoj kur jam vetëm. Ose kur kam tak. Po ti ku e di ti mos fol fare. Më drejton emër të Ka drejton emër, ka emër Nina Joti. Një minutë. E shikon për shembull se Ina vetëm me një takim të vogël ta largoj atë që ti e kish lu zemrën, më fal, e kish lu zemrën për ata. Unë veç po du me thonë, kujdes vetës, se po e hup një person shumë të rëndësishëm tjetës tone për dikan që pi ndimon diçka. Dhe ra Ina me disa fjalë dhe me disa gjeste ta largoj atë personin që ti e do dhe luftove deri në sot për atë. Mund të të pyes diçka? Urno. Në gjithë takimin që u dha, a peti do një diçka që nuk shkonte edhe që të bëj të dyshoje që mes me dhe Kesit mund të ketë diçka më tepër se sa vetëm shoqëri? Shiko, unë jam dakord si publik nga jashtë. Po ti po e shqetëson një person e cila ka ndjenja për një person dhe ki del dhe thot është i vetë një person që më drill dhe tani për atë që ti pe. Po tani dul jashtë dhe Kesi është ende këtu të bisedu me tyje. Dhe për veprimin që unë bëra, pra që unë bravo, ja kjo është. Është një person që du ta tregoje vetëm për kanë është këtë mision. Që i kam duar trokitur. O Ina, ki person është për atë, nuk është për ti këtu në studio, e kupton dhe ti rave dhe e largove me shumë gjeste. Jam unë që kam duar trokitur për ata të dy, sepse më pëlqejnë si çift. Bravo ti, faleminderit Ina, bravo ty. Këto janë mendimet tuaja, janë kjo imagjinatës tuaj. Ti do ta arrish qëllimin tan, unë të thëm bravo, unë të besoj. Po qëllimin tan është një njerëz. Diko që më përputhen mendimet, është drejta jote. Më përputhet zemra. Është drejta jote. Unë nuk mund të merre me një djalë që ka deklaruar që e do atë vajzë. Unë nuk e bëj këtë. Po nuk e bën atëherë. Po ju po thoni që unë e bëj. Nuk duhet të ekzistojë për ti kurse ti shqetëson dikan këtu na. Po nuk e di reagimin që do bënte Selina po të pres në studio. Pse si thave merr edhe Selinën? Po se di nuk e mendova. E kam bërë pat keq. Unë jam dakord me qëllimet e tua. Tani merrim Selinën, okay, mendova vetëm dikë që s'ka drejtë. Se hani bash drejtë edhe me Inën me gjithë javë nuk e zgjidhni të tre?
Ti e ke arritë 90% qëllimin tanë dhe unë jam okay me ti. Cili është qëllimi im sipas teje? Qëllimi jot. Po. Po shifët dhe tërë një Shqipëri për e shef se shka qëllimi jot. Më thuaj, cili është qëllimi im? Unë s'po e kuptoj. Çka je këtu? Për cilin që je këtu? Qëllimi im është të njihem me të njihem me Kesin. Ato që përputhem dhe unë me Krisin kisha takimin e dytë këtë javë, që tregon është i vetmi djalë nga takimet që unë kam bërë në studio dhe jashtë studios që unë i kam dhënë shansin e dytë. Kjo tregon që unë për Krisin kam pëlqim më tepër se sa për djemtë të tjerë. Peti diçka që thoje jo Ina, këtu nuk u solli si dikush e morë vetëm në telefon. E ki shoqe? Selinën, e kemi sqaruar këtë termin shoqe, nuk kemi shok dhe shoqe, këtu por jam më e afërt me Selinën dhe me Kesin se sa me konkurrentët e tjerë. Po normal, kush e qiti jashtë? Përdro? Kush e qiti jashtë? Selina është thjesht e tensionuar. Nga kush? Nga situatat që kanë ndodhur së fundmi. Nga situatat që e krijove? Jo, Vedat. Meqense nuk e kemi me as Kesin as Selinën, mbeti Ina që është protagoniste të ky takim. Ina, dua të të pyes vetëm për diçka të fundit që është merak edhe imi njësoj si yti, po dua të di pse unë nise për ta menduar, shumë shkurtimisht se kemi kohën shumë të limituar, fakti që ti mendon se Kris ka qenë me një vajzë tjetër në makinë. E kisha si mendim që në fillim të ngjarjes kur e mora vesh, por pasi i drejtova pyetjen policit aty tek hyrja, më dha një nënqeshje që më la ta nënkuptoja. Po, një pyetje kam. Mbrëmjen që ka ndodhur aksidenti i Kris, ke qenë në komunikim, në kontakt me Krisin? Jo. Jo. Normale. More vesh diçka? Kishte dal, a ka qenë pas një nate? Kishte dal me shoqërinë e vet dhe mendoj se kanë qenë edhe në shoqërinë e vajzave. Arnold, qetësove me Katerinën? Po, qetësova. U sqaruat? U sqaruam. Kam një takim të ju të dyve, që është takim romantik, është takim shumë i bukur. Tani nëse nuk do t'ju kem në gjendje, mbase ta lëm fare. E lëm dalim gjithë nga studioja. Rëndësi ka që Katerina t'jetë në gjendje. Si është Katerina? Je mirë? Po. U sqarove me Arnoldin? Pak. A mund të shtiresh të paktën sikur po kalon mirë? Për hir të takimit? A mund të shtiresh sikur po kalon mirë për hir të takimit? Qa shtire? Mund të bësh fake it. Të bësh gjashtë. Fake it, can you fake it me Arnoldin? Sigur po shkoni shumë mirë, sigur s'ka asgjë mes të dyve. Okej. Mund ta bësh. Bravo. Atëherë ndjekim pjesën e parë të takimit Katerina Arnold. Si ndihesh? Mirë, ti? Mirë. E mërzitur duke sot? Jo, nuk isha. Ke menduar ndonjëherë se çfarë do bëjmë në të ardhmen? Jo, nuk isha e mërzitur. Më bëre të mërzitur. Jo, më në frikose prap. Të thash për flokët që nuk të shkojnë bjondët. Çfarë problemi ka? Bjonde nuk më njofe. Të njofa, po të ndryshojmë tash. Po më pe me flokë të zeza dhe qa? Po është kështu, duk do hajt për ditë grosh, ta ndrojmë çik gjellën. Jo. Nuk drejt flokë ashtu si thua ti. Çfarë të thash? Që këto flokët kush i bën, ha? Kush i bëjnë? Ti tha i bëjnë ato të pasurët, unë i thash i bëjnë ato. Po, bobet, boset. Po pra. Është nga gjërat që mua më trambin kur një mashkull do të më ndryshojë. Boset rrinë natyrale. Unë po them për bosit Amerikë. Po prej, s'ka rëndësi, unë prapë të dua. I ke parë të tëra, i ke parë. Nuk ka rëndësi. E ke parë të Tony Montana, e ke parë tek ajo tjetra. Montana është parë 7 vite. S'ka gjë, janë klasik, nuk ndryshon kur kjo. Mirë, po unë mendoj, më pëlqen me brune, këtu më pëlqen. Po i djeje brune. Nga që ke edhe rënjën brune. Po s'më acaroj, ikë. Mirë, unë s'ka rëndësi, unë të dua për këtë që ke. Jo, ikë andej, as për këtë, as për asgjë. Nësë mërzitëm një zemrime, a? Ikë andej, më thua mos mërzitëm për flokun tim. Kam dëshirën që, kur kam një femrën time, duhet të ta ndryshoj. Kur jemi në studio, ose kur jemi në takime, ose kështu, nuk e Arnoldi që dua, okej? Nuk e dua këtë Arnold. Nuk e dua. Dua atë që di unë, ato orët e mira. Po si tjetër pra, po kështu jam unë gjithmonë kështu jam me shok, me miq, i qeshur, bëj gallata, bëj shakara. Ndryshon para kamerës. 2 ditë më ri si pul. Tani më bëhesh si ata kaposhat.
Po ka posh jemi neve. Nuk je ka posh, Ti e pula. Hajde pra salute, hajde se të dua shumë. Nuk dua, Ti e dashurimi zemër. karamba. Jam qik i ngurt kur jam para kamerat ose njerëzit që më rrethojnë. Unë tani kam dalë me një Arnold tjetër, pastaj Arnoldi që më vjen edhe më takon kur i fiksohet, është Arnold tjetër. Arnoldi që më blen byrek kur unë nisem më bli çik byrek, se dua byrek, është Arnold tjetër. Arnoldi nuk më sjell vetëm byrek, më sjell ç'a dua unë. Kur e marr çfarë e marr unë, dua domethënë të ha çik këtë, dua këtë, jo, më duhet kjo, më duhet ajo. Me kë ishe sot në dajt? Me mamin. Me mamin? Ku ka ardhë mami? Ka ardhë. Po, a mund të takoj mamin tonë? Jo. Pse? Sepse nuk është arsye të takosh tani. Po pse s'është arsye? Nuk mund të them shumë gjëra, sa ka qa pasiguri. Po pse për shumë qatë pasiguri shka? Po për këto, që se ti e qik lafazan, jo është qik, je shumë lafazan. Po që ti bëjë, se kështu është karakteri im tani, kam që me botë. Edhe nuk e di qa më të thuash në qëto, si ta jep ty truri, do me thanë. Edhe nuk është shumë akoma 100%. Nuk të s'ka besim. Po pak s'ka, jo, akoma. Për me letë dyshoj edhe nuk e kuptoj këtë pjesë. Nëse ajo ka diçka me mua, unë dua të takoj, të respektoj. Atë dua që të ndjemi mirë, ndjemi si familje. Është pak skeptike, do me thënë, në këtë marrëdhënie akoma. Po, është e mundur që mund të takoj për shembull. Nuk e di, do shkojmë, do ta pyes. Do të thonë pa keq kuptime, pa shumë. Okej, do ta pyes, do flas, nëse do. Ka ato dyshimet e saj, po është shumë shpejt, do me thënë që ta vëm në atë pozicion që të takohet, kupton? Po për të ardhmen, çka ke menduar për ne dy? Për këtë ardhme. Për ne dy. Kur e mendoj unë, kur ma prish ti, po nejse. Qa ke? Asë gjë, ti qa ke? Ti po më dukesh e çuditshme sot. Ti si asë... Mund të bësh pak Arnoldi që di unë, ato ditë që di? Arnoldi që e mund është, po. Jo, nuk je. Qa do të bëj? Unë bëj shaka gjithmonë. No, nuk je. Arnoldi im që di unë është ndryshë orë të tjera, nuk është kështu. Jo, kështu jam kështu. Nuk është kështu. Ta them unë pra që jam kështu. No. Tani është ndryshë. Nuk e di unë, se nuk është se e kuptoj dot veten time, po ti e kupton më mirë, besoj. Po normalisht. Arnold, vërtet... Duhet kuptosh edhe kamerat i kam pak... Arnold, vërtet, trego atë që je me mua kur je gjithmonë me mua. Të bëjnë situatët ashtu. Të ndryshojnë pak. Se Arnold im nuk është kështu. Jam qik i ngurt kur jam para kamerat ose njerëzit që më rrethojnë. Më sweet. Budallaq, prap se prap, po sweet. Tani po më shqipsohet. Pse nuk e prano që më shqipsohesh me kamerën për para? E të shumë ndë ti. Po më të di ore ti. E di, po është pak e vështirë për tu. Shikon si kletos. Katerina, unë jam me ty të diskutimi i flokëve. Flokët bjonde mund të mbajnë vetëm vajzat e pasura. E di Arnoldi se sa investim ka, sa kosto ka të mbash flokë bjonde? E di, po unë mendoj që i shkojnë më shumë zezat. Kër pasha dite më ato paruket, në vërtet më... Po pse i do brunet? Po sepse i dua unë, kur i do burri i donë, normalisht. Është fiksimi vjetër, apo thjesht kur e pe Katarinë me brunet? Jo, është që i shkojnë. Nuk është ajo, i shkojnë shumë. E kam me vërtet. Unë si frizer po të thëmë që ma bukur i rrinë kështu se brunet. Jam dakord, por du ta shikosh, se ke parë në flokë. Nuk e kam shiku, po kam prevoj shumë të gatë në këtë profesion, po të na nëse ti e dëshiron ashtu, është se ti si e donë. Unë e dua kështu si që është, nuk është problem. Por, dua edhe që të ndryshoje. Të duket më e bukur, duket më... Nuk e di, janë ato gjërat e mia që dua. Pse jo? Po të dashurat e tua të shkuara, kanë qenë brune? Për shembull, ishte dashura ime që kam pas para shumë viteve, kam pas 7 vjet lidhje me atë, ai mbante gjithmonë paruke. Edhe i ndrote pothuajse çdo ditë. Po pse? Ose ashtu doja unë. Ja kishte shku në flok.
Ishte alopece? Qa është kjo? Ajo është një smundje që nuk e flok, nuk të mbi flokët. Jo, ka pas flok. Vetat i kishte zeza. Okej. Mbate i bjonde, mbate për shembull ngjyrë gështenje, mbate edhe ngjyrë roz ndonjëherë. Po pse ja kërkoje ti këto ndryshime? Jo, e kuptoje që unë i kisha në varësi të personazhit që ti doje atë natë edhe ajo vinte paruken. E bënte në përditshmëri apo në intimitet? Jo, përditshmëri. Përditshmëri ishim tamam neve. Për shembull kur dilnim, kur ashtu, kur prezantoheshim në një vend tjetër, dhe ishte interesante. Në shtrat. Edhe në shtrat. Edhe. Ishte po mirë, është një lloj fetishizmi yti ky, të pëlqen ty? Është fetishizëm. Apo dha atë? Është imi. Po luanit me role? Luanit me role, Arnold? Jo. Ishte vetëm nga ana ime. Po çfarë kuptimi ka që ajo një ditë është brune të nesërmen në shkokuqe? Është e vërtet, jo, eksitohet ashtu. Se ku e di ti, Katerina? Po e di. Kur ndryshon flokët? Po ta di unë? Ke filluar të kesh dhe ti paruke? Po ç'a të bëj? I them kështu, priti sekond, vazhdojmë doni. Sa paruke ke deri tani? Sidomos me Halloween. Katerina, po ç'a ndodhi? Pra ç'a ndodhi kur i bëre flokët brune ti që ka të shmendë? Dhe me të kuqe të shmendet ai. Edhe të kuqe. Me të kuqe jam kështu pastaj nga fundi. Po, pa e ditur, shikoj ti ke je bër pjesë e kësaj valle të Arnoldit. Ç'a të thosh tek mirë me flokët e kuqe, ç'a ndodhe? Nuk e them. Si kishe emrin ti me flokët e kuqe? Si kisha emrin? Nuk kisha emrin. Natasha. Kuçalashe. Ishte Natasha? Kuçalashe ajo. Kuçalashe. Dhe ato paruket i kemi. Me brunet? Ha, si e kisha emrin me brunet? Si e kisha emrin? Duke tamam si Kim Kardashian. Dhe kam me vërtet. O Katerina, shiko tani se unë nuk dua me vërtet i hap këto diskutime mes jush, po fakti që ti ke vën paruke dhe paruket e të shmendin Arnoldin, unë besoj që kjo ka përfunduar patjetër në një përballje fizike. Okej, jo, është pyetje serioze kjo. Ka pasur intimitet mes teje dhe Arnoldit? Mund ta thosh të vërtetën, s'është problem. Po përderisa ajo çarohet, normal tani kohë e fundit normale që ka patur. Ka patur, ë? Shi. Më jep një dorë trokitje. O Katerina. Po i dridhet zemra Katerinës, më duket. O Katerina, pse mi rrotullon sytë ashtu? Si ishte gjë? Jo, s'ka lidhje, jo. Qa shi si shefa, se ngacmoj shumë. Po mos të ishte gjë, nuk e mbaja unë akoma. Se ka që mirë? Katerina është shumë e zonja. Jam habit për zotin. E kam me vërtet. Arnold, do di qa do të them një gjë. Okej, fal. Jo, Katerina, t'ja them atë bisedën që më ke bërë mua në prapasken? Kë bisedë? E mban mend? Ta them njerë? Varet. Katerina më tha, unë po e provoj faten. Besoj që s'doja acaroj. Jo, s'ka pse. E pyeta unë, Katerina i thash, është e vërtet se shikoj që ti dhe Arnoldi, sikur jeni më të afruar, nuk e kuptoj çka ka. Plus dhe Katerina filloi të acaroj, ishin ca tipare dhe një vajze që ka shkuar më tej. Edhe thot Katerina, po ka ndodhur. Dhe unë i them, po, si ishte Arnoldi, kështu me gjithë të nëzëri, se tani s'di dhe si të flasësh, se mos mërziten, se mos i futesh pak më thellë se ç'duhet, edhe dua të mbaj vendin tim. Ai është një përtat si dreqi. Jo, se thash ashtu. Ai është një shtel. Jo, se thash ashtu. Jo, po jo. Jo. Okej. Nuk e thash tani, do futemi në këto hollësira, vërtet? Jo, kaq. Nuk shkojmë për te i kësaj. Tash që pëlqen të risi King edhe... Po, është e vërtet. Të jetë qik më... Do me thënë mos të lodhet shumë. Është e vërtet. Të lodhet qik femra më shumë. Kjo është një pjesë, Një pjesë normale, se kur i bën të çmenduria... Dhe pastaj kalojmë në dhumë, në diti. Në dhumë për qef. Për qef. Jo patjetër. Lam-nama. Katerina. Po mi se seksin ka kriju Zoti. Kështu që është nuk është natyrës është. Njerëzit të për shkolla bëjnë dhe kurse për shembull dashurisë. Po, edukat se kam vënë re, kam qenë në Gjermani una, ishin gjithë këto kursantët, ishim klasë 7-8, Gjermani. Kur ishte ti klasë 7?
Jo, kam qenë rastësisht se çoja nipin tim. Ata mbase në Çoja Gjermani. nipin. Dhe nipi ishte në orën e edukatës seksuale. Bravo. Bëhet në çdo lloj shkolle. Dhe sa mirë të ishte nëse do bëhej edhe në Shqipëri, sepse njerëzit nuk do e kishin kaq siklet dhe nuk do kishin kaq tabu edhe nuk meshkuj nga 35 vjeç dëgjojnë fjalën sekse. Po përmend seksin. Po të kishin përmendur jo me bujarin dhe me kastriotin që u shkrin se dëgjuan fjalën seks edhe. Se më Sa mirë të bëj pak më shumë edukatë seksuale, këta janë 34 vjeç, 30 vjeç, është normale që kanë këtu gjithë ato javë për qenë dhe kanë për seks. E vërtet, shumë e sakt, Aulona. Arnold, rastësisht që ti përfundove pikërisht te kjo orë tek shkolla e nipit? Do të thënë ta nipi mu. Kemi edukatë seksuale. Hajde Daja. Po. Tha ai. Është nip më i largët. Okej. Se Ja ta hajde. Tha hajde se unë jo shoqëroja me makinë gjithmonë. Se nga që nuk kisha punë asgjë. E tha mu kam edukatë seksuale. Po çfarë edukate? Kishe turp me ma tregu. Po tregoje thashun çka ka. Jo, bëjmë kështu, bëjmë me vërtetë thashun. Qa thuolla? Edhe shkove? Edhe shkove unë, i thash si zyshe, sa mund tri pa këtu, tha ti shof? Po, tha. I thash si lejoni këto, është edukata, shajzëm, tha mu. Ti paske, s'qe ke edukuar minim, tha mu. Edhe ti du ta kishe bërë këtë gjë. Me vërteke, i thash unë, wow, u shmena aty, ngela, e pastaj kuptova rëndësin. Po, pastaj i bërë mësim, mësove në mësën? Jo, unë ika, ashtë. Ike? Thjesht nuk mësove diçka të re apo jo? Jo, unë i di ato. I dinte. Sepse ne shqiptarët përfitojmë shumë nga eksperiencat e mëdha që kemi. Po. E di ti. Është lindur thua ti Arnold, ë? Po. Njohurit për shqiptarët, njohurit seksuale janë të lindura. Po, nga që janë të dalje të kështu edhe mësojnë. Për shembull ka ca njerëz që të pa dalje s'din asgjë, kupton? Po. Ose janë të ftohtë. Ka këtu të padal, ka të padal këtu Arnold? Din vetëm të puthen maksimumi edhe s'din gjë tjetër përse. Kush mo? Edhe thënë një kështu, një shembull. Po më jep dy emra edhe ti. Me që se e fave që e deri në fund. Kush mendon se është më i padali këtu? Këtu, nga meshkujt, nga gocat? Çunat. Unë them që e rindi është i pari. I dyti mund të jetë Kastrioti, jo, se Kastrioti ka shumë eksperiencë. Arlindi. Jo, Arlindi dy çunat nuk i njoh mirë, se s'ka pasur asnjëherë muhabet. Po mendoj që edhe pak e kremi.